Tregu amerikan I punës dha sinjale të dobësimit në raportin e publikuar më 7 gusht 2026. Sipas të dhënave të fundit, ekonomia amerikane humbi 23.000 vende pune në korrik, teksa tregu priste një rritje prej rreth 80.000 vendesh. Rezultati ishte dukshëm më I dobët se pritshmëritë dhe shtoi shqetësime se ekonomia amerikane po humbet ritëm. Të dhënat e mëparshme për punësimin u rishikuan gjithashtu në drejtim negativ, duke bërë pamjen e tregut të punës edhe më të dobët, por nga ana tjetër papunësia ra nga 4.2% në 4.1%, ndonse tregu u rrudh. Sipas Reuters, rënja nuk erdhi se tregu krijoi më shumë vende të reja pune. Rreth 264.000 persona u larguan nga forca e punës dhe pjesëmarrja ra në 61.4%. Një pjesë e rënies së papunësisë erdhi nga njerëz që nuk po kërkonin më punë. Raporti tregon një dobësim në disa fusha kryesore, si arsimi, shitjet e aktivitetet financiare dhe shëndetësia. Ky raport ka rëndësi të madhe për rezervën federale, pasi tregu I punës është një nga faktorët kryesorë që Banka Qendrore merr në konsiderat kur vendos normat e interesit. Një treg pune më I dobët I jep rezervës federale më pak arsye për të mbajtur një politikë monetare shumë të shtrënguar. Për këtë arsye, pas publikimit të raportit, u rritën pritshmëritë e tregut për një politikë më të butë monetare, por përsëri inflacioni 3.7% mbi 2% objektivin, kërkon politika më të shtrënguara, dy elemente që e mbajnë rezervën federale në udhkryq. Në një situatë të tillë kur tregu I punës dobësohet dhe ka më pak presion në rritjen e normave të interesit, teksa dhe jeldi mesatar bie, ari bëhet më tërheqës. Raporti I fundit është një sinjal negativ për fuqinë e tregut amerikan të punës, por potencialisht pozitiv për asetet që përfitojnë nga ulja e normave të interesit, veçanërisht në Flori. Tani vëmendja e tregut amerikan zhvendoset te të dhënat e inflacionit dhe komunikimi I Fedit, të cilat do të përcaktojnë nëse dobësimi I tregut të punës do të jetë I mjaftueshëm për të ndryshuar politikën e normave.